Do të vazhdojmë rrjetën e emisionit Ftohtë Nxehtë, të ditëve të fundit e kemi dëgjuar një këngë diçka me dashni, dashnia e me këta këto, do i flasim në Ftohtë Nxehtë, sepse nga Londra, në Kosovë, kemi të ftuar Lumturie Drenovci, mirë se erdhe. Mirë se u gjeva. A me po folim shqip apo flasim anglisht? Fillimisht shqip, se për vendlindjen na kena marrë, kështu që shqip. Mirë se erdhe, Mirë se u knaqësi. gjeta. Qysh për kalena, e more vetëm pas udhëtimit që se pak, nejse, du të bjën shumë shpesh Londër, Kosovë, po hera e fundit ka qenë pak më e veçantë, me qenë se kanga, videoklipi. Për vëton drejtën neve dhe si këngëtar gjithmonë po na bjen prej avionit, në për ahingje, në për koncerte, po ja dalim, me vullnet, me energji të mirë. Që sa vite të bënën pjesë e këngës? One normal kam fillu qysh në mosh shumë 12 vjeqe kur kam qenë. Jo më ba bukur vite shumë, po e kam pas një periud që kam ndërprej muzikën. Edhe kam fillu prapë i 2017-ës. Besoj që tash nuk e mundaj. Normal talenti. Sigurisht. Kënga e fundit më thash, diçka dashni, se kështu të më thonë gjithmonë është ajo kur i këndojmë dashni, i këndojmë pak me ma shumë emocion. Sigurisht, po, plotësisht gjithmonë dashnia, me qenë se dashnia është dashni. Me dashni bëhemi edhe na njerëz që duhemi. E vërtet. Kjo le tjetë surprizë, ka marrë me punu një këngë, mendoj që do tjetë një këngë shumë e mirë, me qenë se unë i du gjitha këngët e mija, se i kam këndu dashni, si kam këndu babit të ndjerë, edhe më pëlqenj këngët e mija. Mësoj që ajo kënga që i ke dediku babajt është pak më e veçantë. Ajo është më e veçantë, edhe më të vërtet ka qenë një ndjerë shumë e vështirë për me kënu për prindin, mirë po jam e lumtur se e kam realizuar projekt me vullnet e dëshirë të madhe. Sa do që mundohemi të bëhemi të fort, po nga njerë ato janë ato emocionet që na shkundin, sidomos në këto temat, që unë nuk isha dash me ndalë të kjo këngë shumë, po do doja të kaloj në diçka tjetër. Në diçka që realisht shpesh e kemi thënë që kove të fundit humaniteti ka fillu me uzbe, ka fillu me bë pak më nuk përshojmë shumë humanitet. Po një gjë e tillë nuk ka ndodhur edhe tek ti. Tu pas parasysh që javë më parë është majtë edhe edicioni 2, po i them unë po e quaj edicioni 2 ose hera 2, çush do që e vendosim, por që ka një nismë shumë të veçantë. Po nuk po du me zbulu ma shumë, po du me na spjegu çush lindi ideja dhe çush ka shku kjo hera 2 e këtij organizimi. Faktikisht normal na me një shoqe time atje në Londër, e i bojmë organizimet për mbrëmje, do më thonë, kur është kancerin e gjirit, kështu që gjithmonë mundohemi me të but holla dhe me i sjellë në Kosovë, sa do pak me i ndihmu këtu gratë kush ka nevojë, edhe kemi përzgjedhë, do më thonë, kjo organizimin që kemi bojë që 2 herë është pageant quhet. Do më thonë kanë qenë pjesëmarrëse prej Anglisë, prej Amerikës, shumë venet ndryshme prej Evropës. Edhe kalojmë është, do më thonë aty shfaqen historiat e se cilës femër, gratë, është diçka shumë e bukur, edhe për venin tonë Kosovë, normal që po knaqemi, kur po vinë të hujat, ju pëlqen Kosova, njihen rehat, ati shumë është mirë. Realisht e ndajnë edhe një histori, nga njerë nga historitë të tjerëve që i dëgjojmë, edhe ne marim ndoshta motivim për me vazhdu ose gjejmë një zgjidhje cila do të qoftë ajo kur e dëgjën një histori. Po grumbullohen hiç të holla, po mundeni mi arri që sa do pak tjeni një ndimes, sa do e vogël për dikë që... Po, se vullneti shqiptarve për gjithë shka, sidomos për smundjen e kancerit, që gjithë kush kontribojnë, atë sa kanë mundësi, po për herë mirë kalojnë. Kjo është e veçanta dhe urojmë që të mos ndaleni organizimet të tilla të ketë sa më shpesh,
për gratë, por edhe për burrat që janë të prekur nga kjo smundje, duke uruar që të shërohen edhe të jemi nga të mos dëgjojmë rastet të tilla, sepse po na hapin emocionet pa përshkrueshme për keq po e themi kështu. Okej, lumturie. Dasmet, mramjet, shumë ta domethënë nuk ketu dal edhe me organizime po mirë. As nuk e kem ndërmend mund dal. Derisa të na lën vokalit, aman, që s'mujna aman. Cila është ndoshta në një moment që nuk e marru kur? Diçka që për një interpretimi qoftë live, qoftë. Kam momente kisha me cek një ndjesi edhe me i beku shqiptar që kam pas fatjen me qenë edhe në Australinë e lartë. Mi përshëndet ata shqiptar që më kam bën një mirëpritje të jashtëzakonshme, edhe nuk e kam menu që ka qatë shumë shqiptar në Australi. Shqipet duke me i tregu ato historina që kishin, do me thonë me vujtje të mëdhaja që kishin shku në atë vend. Kështu që ajo muna me cek që ka qenë një ndjenë shumë e veçantë, një udhtim. Cila ka qenë kënga që e ke këndu? Po me ndonë atje në Australi. Që qështu qësh jena maknu veç pak refrene në një këngës? Po me të entuzjazum normal që janë tonë mërgjimtar për këngën Kur Digjoj Zanin e Nanës. Okej. Kur ndigjoj zanin e nanës, që shelen qinxhi kopen, blegërin dy a tri her, edhe i kanë e mardhen. Blegërin dy tri her, edhe i kanë e mardhen. Me Eduard Trokitje. Moj Shqipëri, o, nana ime, ndonë se jam, o, i marguar, o dashurin tonë e zemra, kur s'ka me harue. Faleminderit, faleminderit. Lumturi, kuptohet që tani është sezona e verës, dhe po besoj që kemë konë ma shumë në Kosovë se sa në Londër. Me gjithë po presë, me që zonë e ka motime shpesh shumë bjenë marë në Kosovë, fatmirësisht o Zotë, faleminderit se tash vendindjen nuk e ndroj mas një vend tjetër, shtu më pushon zemra. Muj me thonë që të plunin tonë që i kemi hala disa pa regullësi, po vendlindja është vendlindja, atë dheu. I ëmbli atë dhe. Realisht, këtu edhe Balta është më ëmbël se mjalta. Sigurisht. Lumturi, ne jemi drejt minutave të fundit të intervistës, edhe do doja që na zbulësh diçka për fund, çfarë plane është ke për këtë sezonën, kënga e re doli, ke planifikuar edhe ndonjë këngë tjetër? Po faktikisht po, dhe erdha e kam projektin e radhës, do më thonë që po e bojmë pak si surprizë, po së shpejti ka marrë një këngë shumë e mirë, ritmike, e besoj që ka mu pëlqy prej publikut, se ata i përshëndes dhe ju dua shumë. Dashti madh i Zot publik, kudo që kama ju shkel, ju bekan me tonat mirat njën. Mas ty në fjallë, unë s'ka dasht me zgjatë realisht, sepse ishte bekime më i bukur që e këtë dhuru, po unë të pres në fëtët të nëzet, më ardhë dhe me nga këndu me bendin bashkë dhe me i përjetu ato emocionet edhe të gjdo vendit që ke këndu, me i sjell edhe përmis që të fëtët. Me shumë knatësi do t'jem këtu na keni. Sidomos sezona verës, edhe pse të tonë me në shkam pak një rëmuje madhe abdin, po me shumë knatësi, se bendi normal life i mu më knat gjithmonë. Playback e ka vendin e vetë, po... Jo, është live, është më i veçantë. Tu pas parasysh edhe ditë në zetë apo vinë, edhe bashkëdhetar po na vinë, a ka më mirë se sa ato ditë në Kosovë? S'ka më mirë se në Kosovë. Duri, faleminderit shumë, unë uroj që takojemi ashtu si që lam sërish në fëtët të nëzet, dhe këtë këngën e rejtë që po na e lënë surprizë, më besoj që bashkë kena me dëgju në rjetë dhe tua sociale dhe në kanalin të në YouTube. Pa tjetër me shumë knatësi. Faleminderit, ishte shumë knatësi edhe për mu, t'jem këtu në mesin e këtaj studia, që unë e Nisë të Nishi më pëlqen logo e Nisë të Nishit. A dim se, Granit?
sepse unë edhe kam linde, datidja ime është me 21 mars, kështu që kur e shoh këtë logon e bukur, edhe këto ambiente kaq të ngrohta, ftoftë e nxehtë, kështu që kemi edhe akull. Po ju përgëzoj për punën edhe një herë gjithmonë qofshi çdo sukses shumë edhe do më njoft puna jon, puna juv ku do në botë. Edhe ju më irpres edhe në Londrën, në Anglinë, Britaninë e Bashkume së shpejti. Shumë shpejt, kena marrë dhe atje me i taku edhe bashkëdhetarët tona. Do ju më impresim. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi.